Shkollat e mesme të Hasit të Krumës dhe Hasit të Prizrenit kanë nisur një bashkëpunim të ri në fushën e sportit, duke shënuar një hap të rëndësishëm në afrimin e të rinjve përtej kufirit. Aktiviteti i parë u zhvillua në Krum, ku nxënësit e dy shkollave u përballën në një ndeshje voleybolli. Mësuesi i edukimit fizik dhe trajneri i ekipit të voleybollit për meshkuj në gjimnazin e Krumës, Destan Upera, tha se kjo nismë do të vazhdojë edhe në sportet e tjera, duke u shndruar në një kalendar të rregullt aktivitetesh sportive. Fal edhe mbështetjes së organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s në Has. Kemi një ndeshje voleybolli miqësore për herë të parë me Hasin e Prizrenit, mund ta quajmë si datë dhe historike. Por unë kam edhe ekipe sportive në shkolla, i kemi të federuar dhe pretendojmë bashkërisht me kryetarin e UÇK-s që na ka mbështetur gjithmonë në lidhje me sportin në Has, ku mund të vazhdojmë dhe me futbollin, dhe me atletikën, me basketbollin, sot pikërisht voleybollin. Ku kryetari ka vite që e organizon javën e dëshmorëve të Hasit, ku morin pjesë të gjitha ekipet, vjet kemi qenë dhe në pjesëmarrës. Patjetër edhe si vjet. Ndërkohë, kryetari i degës së organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Gjevdet Thaçi, vlerësoi rolin e sportit në edukimin dhe bashkimin e brezit të ri, duke theksuar se këto aktivitete shërbejnë jo vetëm për garë, por edhe për forcimin e lidhjeve shoqërore dhe ruajtjen e vlerave kombëtare. Ne mojmë, si tha edhe profesor Destani, e mojmë javën e dëshmorëve vite me radhë. Kur pjesëmarrës është edhe Kruma jonë, morën pjesë në javën e dëshmorëve që mohet në Has, në fshatat e Hasit ndaj. Ne mendojmë se vitet tjetër ta mbojmë në Krum të Hasit javën e dëshmorëve, kurse iniciator për këtë angazhim dhe këtë është profesori nderuar, i cili na ka bashku Hasin në këtë ndeshje. Hasi fatkeqësisht trojë shqiptarë ndohen, po Hasi është i lidhur edhe familjarisht me pjesën kënej edhe andaj kufirit. Për këtë punë janë shumë të rëndësishme aktivitetet sportive. Gradualisht kemë filluar dhe shtegu i lirisë të kohës, të cilat janë duke u punuar dhe do vazhdojmë vazhdimsi. Në rëndësi është shumë që ne të jemi bashkë edhe mos të heqim ato barrierat Hasi andaj po Hasi këndaj. Vitin e ardhshëm planifikohet që aktivitetet e javës së dëshmorëve të UÇK-s të zhvillohen në Krum, çka pritet të shoqërohet edhe me aktivitete sportive dhe kulturore, duke i kthyer këtë bashkëpunim në një traditë të qëndrueshme mes shkollave të Hasit dhe Prizrenit.